Huaja amerikane prej 302 milion dollarësh pritet ta çojë në një nivel të ri bashkëpunimin ushtarak mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara. Përmes këtij financimi, Shqipëria do të marrë pajisje, shërbime dhe trajnime amerikane, ndërsa Washingtoni e sheh marrëveshjen si një instrument për forcimin e mbrojtjes së përbashkët dhe rritjen e rolit të Shqipërisë në NATO. Ambasada amerikane në Tiranë në përgjigje të interesit të Ora News thekson se financimi FMF është një prej mekanizmave kryesor të partneritetit mes dy vendeve, ndërsa i kërkon Shqipërisë të vijojë investimet në sektorin e mbrojtjes. Shtetet e Bashkuara dhe Shqipëria ndajnë një partneritet të fortë dhe të qëndrueshëm si aleate në NATO dhe ne e inkurajojmë Shqipërinë të vijojë investimet në mbrojtjen tonë të përbashkët. Financimi i huaj ushtarak FMF është një instrument kyç i këtij partneriteti, duke ofruar grante ose hua për të ndihmuar Shqipërinë në blerjen e pajisjeve, shërbimeve dhe trajnimeve amerikane në fushën e mbrojtjes. Huaja prej 302 milion dollarësh është mbështetja më e madhe e shpallur deri tani në kuadër të këtij mekanizmi. Që prej vitit 2022, Shtetet e Bashkuara i kanë dhënë Shqipërisë rreth 80 milion dollar grante përmes FMF-s dhe 5 milion dollar financim përmes programit ndërkombëtar të edukimit dhe trajnimit ushtarak, IMT, për të forcuar kapacitetet e saj mbrojtëse. Kjo mbështetje tashmë shoqërohet edhe me huan e sapo shpallur prej 302 milion dollarësh përmes FMF-s, duke pasqyruar zgjerimin e bashkëpunimit tonë në fushën e mbrojtjes. Sipas ambasadës, marrëveshja synon në rritjen e ndërveprueshmërisë me forcat e NATO-s, ndarjen më të madhe të barrës së mbrojtjes mes aleatëve dhe forcimin e stabilitetit në rajon. Kjo ndihmë çon përpara disa përparësi të përbashkëta, forcimin e ndërveprueshmërisë sipas standardeve të NATO-s, nxitjen e ndarjes së barrës brenda aleancës, për forcimin e stabilitetit rajonal dhe mbështetjen e bazës industriale amerikane përmes blerjes së pajisjeve të mbrojtjes të prodhuara në Shtetet e Bashkuara. Ambasada e SBA-ve thekson se bashkëpunimi ushtarak mes dy vendeve mbështetet edhe në partneritetin e gjatë mes forcave të armatosura shqiptare dhe Gardës Kombëtare të New Jersey-t. Gjithashtu, Garda Kombëtare e New Jersey-t bashkëpunon prej 25 vjetësh me forcat e armatosura të Shqipërisë ndërmjet programit të partneritetit shtetëror. Ky bashkëpunim mbështetjen ndërsimin e Shqipërisë në NATO dhe vijon edhe sot përmes trajnimeve e dislokimeve të përbashkëta. Diplomacia amerikane e sheh këtë paketë si pjesë të një partneriteti afatgjatë që synon ta bëjë Shqipërinë më të aftë për t'u përgjigjur kërkesave të sigurisë dhe detyrimeve të saj brenda aleancës. Së bashku këto programe pasqyrojnë një partneritet të fortë në fushën e mbrojtjes, i cili vijon të mbështesë modernizimin ushtarak të Shqipërisë dhe aftësinë e saj për të përmbushur angazhimet në NATO. Departamenti Amerikan njoftoi zyrtarisht ratifikimin e marrëveshjes së miratuar në Kuvend vetëm me votat e mazhorancës, pasi përfaqësuesit e Partisë Demokratike janë drejtuar gjykatës kushtetuese pasi e cilësojnë antikushtetuese procedurën e ndjekur.